dhe ndodhi takimi i Trumpit me Zelenskin, por rezultatet e para për një progres në drejtim të paqes u arritën që në takimin mes Vitkov dhe Putinit. Ato ishin sinjalet e para të paqes si rezultat i shumë takimeve të bëra këto 4 muaj, po duken tani më në fund konkretisht dhe me fakte që po shkohet drejt një paqeje. Pastaj se si do të arrihet dhe çfarë do të arrihet dhe në çfarë marrëveshje do të arrijnë paqen, kjo është për të parë në ditët në vazhdim. Deri tani Rusia ka kërkuar që Krimea normal të mbetet Rusisë dhe përveç kësaj është e hapur. Pra, shet diçka simbolike ke kjo se dhe jam dakord me këtë. Pra kjo është duket në lidhje me nga takimi i parë Trumpi që ishte e poshtroi Zelenskin në Sudën Ovale. Këtu duket sikur po rehabiliton, pra do të thënë po e merr seriozisht si partner, ndryshon në kursin e tij. Je dakord që është kamaleon në kuptimin që përshtatet një doktrinë të re? Me fakte se Trumpi vërtet nuk u sjell në mënyrë diplomatike aq miqësore me Zelenskin në takimin e parë, por e vuni me kam në tokë Zelenskin. Se Zelenski që në fillim u fry nga politika liberale për të vazhduar dhe për të hapur një luftë e cila nuk duhet kishte filluar as pak.